Mirë, jemi rikthyer në studio dhe këtë segment të parafundit ja dedikojmë shëndetit. Sot flasim për trupin, hormonet, stilin e jetesës, dhe zakonet që ndikojnë drejt për së drejti në fertilitetin mes partnerëve. Me ne në studio, zoti Shkëlqim Balili, ginekolog. Kënaqësi dhe mirë se vjen. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi, gjithmonë i mirëpritur. Në fakt, do doja ta nisa bisedën me një pyetje jo të zakonshme, ndoshta informuese patjetër, por do doja të informonim gjithë ata që ndjekin për testet që duhen bërë paraprakisht për kuptuar sa fertil jemi. Në qoftë se mund të listojmë llojet e testeve, që edhe publiku të jetë koshient mbi shëndetin e vet seksual. Për cilat teste flisni? Për të kuptuar sa fertil jemi. Po pikërisht, ti listojmë testet. Unë mendoj që sot t'japim një informacion për disa egzaminime ose disa teste që bëhen për infertilitetin mashkullor. Aty ndalë. Mashkullor, sepse ekzistojnë infertiliteti femëror dhe infertiliteti mashkullor. Infertiliteti femëror është shumë më herë më i komplikuar se sa ai mashkullor, megjithatë ka rëndësi të veçantë sepse që të ndodhi një koncepcion, që të ndodhi një bashkim i dy qelizave, të cilat japin jetën, japin shtatzanin, duhet të ketë disa faktorë. E para, duhet të jetë qeliza vezë duhet jetë e shëndetshme, e femrës, qeliza e spermatozoidit nga mashkulli duhet të jetë i shëndetshme, duhet të ketë një aftësi spermatozoidi i cili të fekondoj vezën në ditën e 14 të ciklit dhe e fundit, ka rëndësi që kjo vezë të ketë tubat e hapura, tubat uterine, dhe së fundi është implantimi i embrionit në uterus dhe që krijon shtatzanin. Pra janë disa faktorë. Dhe një qift i cili nuk arrin dot të krijojë një shtatzani për 6 muaj, sepse interpretimi një vit është pak i vjetër, për 6 muaj, me marrëdhënie të lira, fiziologjike, natyrale, nuk arrin dot nëse kanë dëshirë për të patur një fëmijë, për të krijuar familjen, nuk arrin dot, atëherë një nga këta faktorë nuk është normal, nuk funksionon. Sepse në realiteti është ky, që në Shqipëri ne kemi një problem shumë të madh infertilitet. Nëse mundem, zoti Balili, ndodh që në Shqipëri kur një çift pas muajsh përpjekje për të sjellë në jetë një fëmijë dhe një shtatzanie që nuk ndodh, faj më shumë t'i vishet vajzës, gruas për t'i bërë disa teste dhe më pak djemve dhe burrave në shoqëri? Kjo është një pyetje shumë e shkëlqyer që më ke bërë ti mua, unë të falenderoj shumë. Sot ekuacioni i zgjedhjes është 50% burri, 50% gruaja. Pra, në këtë popullat ku jemi ne, me këtë mentalitet që kemi ne, me këta burra që kemi ne, gratë janë dëshkuar. Mandej do t'ju them një histori të çuditshme. Shumë vjet përpara, kur unë asistova në një lindje të një intelektuali dhe që bëri vajzë, dhe kur shkoja të lartë, të thot ajo portierja, ky ka ardhur, thot, dhe sa mori vesh që kishte vajzë, i ktheu dhe petullat, nuk ja la gruas. Dhe e thirra atë, a ishte një më duket nga kjo universiteti i Kamzës, agronoma, si çfarë ishte. Dhe thash, të lutem më thuaj, çfarë ke hedhur në tokë? Ke hedhur misër dhe kërkon grur, si e ke problemin. Fajnë që s'ke bërë djale ke ti. Zoti e ka ndarë. Pra, vajzat janë vetë për vajza. Meshkujt, Zoti i ka dhënë mundësinë e përcaktimit të testit. Dhe të tërë ata një djem të ri dhe burra që nuk bëjnë djem, kanë probleme me spermën. Pra, kanë probleme me spermën. Sepse sperma, që të jap informacionin, ka 2 qeliza. Ka spermatozoidin Y
dhe spermatozoidin X. Spermatozoidi Y, njerëz pari duhet dini këtë gjë, në trupin njeriut ka 50 trilion qeliza. Dhe këto 50 trilion qeliza janë në një komunikim, në një lajmësim, në një mesazh të përkushtueshëm, të vazhdueshëm, në mënyrë perfekte, dhe ky që do të bëhet nëpërmjet qelizave, të cilat krijojnë organet, krijojnë indet, dhe ky komunikim hormonal bëhet nëpërmjet sistemit endokrin hormonal. Siç është hipofiza, është hipotalamusi, është tiroidja, është pankrasi, është gjendra pineale, janë gjendra biveshkore, pra të gjitha këto komunikojnë dhe këto janë përgjegjës. Çdo sekond që ne jemi në gjumë dhe çdo sekond që jemi zgjuar. Kështu që këto qeliza quhen qeliza somatike, ndërsa qelizat e riprodhimit seksual janë homozigot, do me thënë, kanë gjysmën e kromozomeve. Dhe nëse një qelizë ka 46 kromozome, qelizat seksuale të riprodhimit, që quhet dhe gamete, kanë gjysmën. Dhe veza e femrës, nga 46 kromozome mban 23 dhe pret që 23 t'i vinë nga sperma, nga mashkulli. Dhe këto të treja nuk bashkohen, po fuzionohen, krijojnë një fuzionim të shkëlqyer. Dhe që nga momentet e para fillojnë dhe ndahen dhe duke u ndarë krijojnë një qelizë që quhet zigot dhe ky quhet individiri. Dhe tani, nëse këtë vezë të pjekur e fekondon një spermatozoid Y, atëherë bashkohet X me Y-in dhe del djalë. Nëse mashkulli dërgon spermatozoidin X, atëherë X i bashkohen 2X-a dhe del vajzë. Doktor, ndikimi që ka ari, floriri, tek infertiliteti tek meshkull, varset, unazat, byzylyk, qetë? Faktikisht ky është një argument që duhet, por unë mendoj që janë bërë studime dhe janë disa faktorë që ndikojnë ke infertiliteti mashkullor. Së pari, ajo që ka shumë rëndësi është që stili jetës ka shumë rëndësi. Mënyra, një qelës me të rëndësishëm ka mashkullin. Ushqimin e ka kryesoren si ushqet, stili jetës si ushqet, e dyta është gjumi, dhe treta është stresi. Dhe me thënë, do t'ju them dhe i diçka. Stresi është një gjendje jo e këndshme e trupit, dhe çdo stres që kalon, ndikon në mënyrë të menjëhershme, në mënyrë endogene, në gjendrat biveshkore, prodhohet një lëndë që quhet hormon, që quhet kortizol, dhe ky kortizol ul testosteronin. Ndryshon shumë hormone tjera, të tiroides, të pankrasit, dhe krijohet një gjendje e rëndë e trupit, një gjendje fizpatologjike e cila krijon një problem të madh në drejtim të fertilitetit. Kështu që dikon shumë ushqimi, dikon shumë gjumi, dikon shumë stresi, dikon shumë zakonet tek-qia, zakonet e jetës, siç është duhani, alkooli, drogat, marijuana, por ju them një gjë që ta kuptoni. Një nga faktorët determinant, armiq kryesor të fertilitetit tek peshqit është duhani. Duhani është vërtetuar shkencërisht nuk lejon në asnjë mënyrë lëvizjen e spermës. E mban në vend të rrotulluar dhe duhani ndikon në fragmentimin e spermës, ndikon jo vetëm fragmentin në ADN, por jep efekte në pasardhësit. Domethënë, mirë, po fokusohemi pak sepse po mendoj një gjë. Unë them si ishte mundur, se këtu në Shqipëri ka çeduar dhe familja, si ishte mundur që shikoj adoleshent dhe të rinj dhe vajza dhe djem që pinë duhan në mënyrë të jashtëzakonshme. Që të pi një vajzë duhan, do të thotë që të mos ketë mundësi të pjek vezën. Që të pi një djalë duhan, siç pinë disa me shumicë, tregon që sperma nuk e ka aftësinë.
Unë desha të futë që edhe këtu një qikë që të bëhet informacioni plot. Edhe ajo që tha ky djali qëndron, meshkujt nuk duhet të mbajnë flori. Përse? Është Po, një sepse përdoret në mas, i cili parse të flet nazat. që floriri është vetëm për femrat. Dhe Për meshkujt? dhe sërbi, ose si thot, Argjendi mund të bëhet. Unë shikoj meshkuj që mbajnë zinxhirë të mëdhenj me florin për qafë, dhe kjo nuk rekomandohet. Pra ka një... Çfarë na bën? E para është kjo, dhe dyta është veshja. Veshja është e jashtëzakonshme. Të mbathurrat duhet të jenë plotësisht 100% pambuk, sepse poliestri, sintetiket, është bërë një studim shumë i rëndësishëm. Dhe janë studiuar mbi 2000 veta, meshkuj, dhe të gjitha të mbathurrat që janë sintetike krijojnë një fërkim me skrotumin, ku janë testet, dhe krijohet një rrymë elektrike, e cila çon azospermi. Dhe kjo, fatmirësisht, ishte e korrigjueshme. Do të thënë, të mbathurat e ngushta, pantallonat e shkurtra të ngushta, ngjyra e pantallonave të zeza, mbajtja e mbathjeve të zeza. Testet i ka bërë Zoti jashtë njeriut, jashtë trupit. Në qoftë se femrat e kanë vezoret brenda në trup, sepse ka nevojë për një temperaturë të caktuar. Sepse testet nuk kanë qef temperaturën. Dhe testet duhet të jenë frigorifer. Dhe duhet temperatura ke testet duhet të jetë 3 gradë me ulës së temperaturës e trupit. Kështu që të tërë shoferat që rrinë me orë të tërë për makina, të tërë ata që kanë sedilë të ngrota, të gjithë zyrtarët që janë të shëndosh, që kanë obezitet, që vishen me të mbathura të zeza, me pantallona të zeza, si shikojmë 50% të shqiptarëve janë tërbet zeza, edhe të tërë rinë të ngusht, edhe të shalët i kanë të shëndosha, edhe testet që ndrojnë një qarkullim gjaku, po kaloj 37, sperma pushon. Të gjithë ata që përdorin vaskat, është fatale, ata që përdorin saunat, nguzhinerët, njerëzit që në bashkërisë, ata që bëjnë rezatimin me kimioterapia, me radioterapi, të gjitha këto janë shumë të dëmshme. Dhe veshjet duhet të jenë të çelura, siç është ky djali, duhet të jenë të lira, mandej të mbathurat, duhet të jenë jo të tërhequra, duhet të jenë të lira, duhet të jenë të hapura, duhet të aerosen. Aerosja edhe të skrotumit edhe vaginës. Unë shikoj femra në temperaturë 40 me pantallona plastike të ngushta, ku atje errësira, lagështia, ngrohtësia bën vetëm infeksionin mikotik të mikun. Pra, sepse vajzat kanë mykë është për shkak të streçeve që veshin, një ndër. Shumë të ngushta dhe të errta, duhet të kemi liri. Zoti Balili, nëse një çift po mendon që të bëhen me fëmijë, sa muaj më parë duhet heqin dorë nga duhani, se ju e thatë me të drejtë është një shqetësim. Shumë e bukur. Atëre, kjo është një gjë shumë e madhe dhe ne pothuajse çdo ditë atakojemi me njerëz të cilët kanë dëshirë të madhe për të krijuar një shtatzani, për të krijuar familjen. Mandej kemi raste të tilla që kanë bërë prova jo vetëm në rrugë natyrale, por dhe në rrugë tjetër me IVF-in dhe nuk kanë arritur. Mandej kjo është që ka dhe kosto dhe kërkon profesionalizëm, sepse kanë bërë një herë, 2 herë, 3 herë dhe s'kanë arritur rezultat. Ose unë kam paciente të cilat kanë abortuar 4 herë, 5 herë në 6-7 javë dhe s'kanë fëmijë akoma. Kështu që kjo është një pyetje shumë e rëndësishme që mbët juve dhe unë do të them që ajo që u kam thënë disa herë dhe do ta them prapë është që të gjithë çiftet që kërkojnë të kenë një shtatzani, nëse e kanë vendosur me dëshirë, duhet me patjetër të bëj një konsult me mjekun dhe që quhet konsulta prekoncepcionale dhe kjo konsult prekoncepcion do të thotë para se të bashkohet spermatozoidi me vezën dhe që të dy bashk duhet të bëj këtë konsult e cila duhet të filloj me një ekzaminim këtë dy tek femra dhe tek bashkulli në të cilën do shikohet si është shëndeti i riprodhues. Tek femra do shikohet si është cikli menstrual, kur e ka ovulacionin,
si e ka historinë e vetë, ka pasur lindje apo e përpara, ka pasur probleme apo e përpara, ka pasur nga familja e vetë histori genetike tjera, po një ta gjë, do bëj ekzaminimin ginekologjik të femra, do shikoj si ishtë mitra, si ishtë uterusi, si janë tubat, si e ka testin e maturitetit të vezës, ditën e 3 të ciklit, bëhet testi hormonal, shikohet veza, e pjek vezën, piqet veza, është gati, e dyta, shikohet një hormon tjetër i nësin që më quhet hormoni antimilerian, AMH, shikohet sa i ka vezën. Vezët e grave janë të dhuruara nga Zoti. I kanë qenë jetën kur kanë qenë barkun e nënës. Kanë disa milion kur linden dhe kur vjen pubertet kanë vetëm 400. Dhe shikohet si ka vezën. Pastaj shikohet mashkullin, kuptimin e njëjtë. Dhe ne shikojmë ekzaminimin fizik, ekzaminimin historinë si e ka marrëdhënie seksuale, si ka probleme infeksioni apo jo, dhe pastaj shikohet sperma. Qartë, doktor, sepse jemi në fund të kësaj bisede, përse disa gra nuk arrin kënaqësinë seksuale? Çfarë duhet ndryshojmë? Po, kjo është shumë pyetje vërtet. Më ke bërë një pyetje shumë të bukur. Unë në një bisedë që kam thënë përpara, kam thënë që seksi është një biologji shumë e rëndësishme. Seksi është ai që lidh një çift, seksi ai që bën lidhje natyrale të një çifti, seksi është ai që krijon jetën, dhe seksi natyrisht duhet të jetë i suksesshëm, duhet të jetë i sigurt dhe duhet të jetë i mbështetur në disa faktor psikologjik, si që është njohja, është miqësia, është dashuria, është intimiteti. Do të bëj një pyetje të vogël, ç'është intimiteti? Momentet intime që ne kalojmë. Ja. Intimitet do të thotë Vetëm për vetëm? Ja. Jo, askjo s'është? Ka vetëm për vetëm që zihen tërnatë të tërditën. Atër intimitet do të thotë që ta marrësh dika, ta fusish në trupin tënd dhe të mos i kërkosh qira. Ta mbash gjithmonë afër. Dhe intimiteti dhe informacioni. Meshkujt duhet të dinë se janë të diferencuar nga Zoti, si e ka seksin mashkulli dhe si e ka seksin femra. Femra ka tjetër fizionomi, femra kërkon një trajtim adekuat fiziologjik. Din çuna shqiptarë. Kërkon meshkuj të pjekur, meshkuj të ngadalshëm, meshkuj psikolog, që ta bëj vajzën dhe gruan të shkojnë në orgazm. Sepse, nëse vajza ose gruaja në marrëdhënie seksuale nuk shkon në orgazm, vjen ftohtësia, frigiditeti. Dhe unë kam thënë që në seksi suksesshëm do t'jetë përgatitja, afërmiteti, përgatitja dhe përgatitja krijon hormonet krijojnë vazodilatacion, frymarrjen të tjerë, dhe atëre duhet të ndërhyj mashkulli, sepse në një bisedë dikur kam thënë, mashkulli që është drejtuesi seksit, është dirigjenti i orkestrës dhe do të gjej pse punon violinë e vogël në fund. Në qarë, zoti Balili, faleminderit shumë gjithmonë për mendimet tuaja dhe profesionalizmi. Kënaqësi festat gëzuara, ndërkohë publikut i themi, është koha të marrim disa këshilla të mira nga kolegja jonë Megi Veshello në materialin që ajo ka përgatitur për ne. Ndjekim publicitet dhe kemi me Megin të hënën.